Janë çu pesh do shërbëtorët e milionerave kundër këtyre 100 euro që i dha vendosi Millan, domethënë qeveria e Kosovës për pensionista dhe për fëmijë. Po thonë që nuk e sjellin asnjë ndryshim. Ju nuk mundi më fol për pensionista për fëmijë. Ata janë shumë të lumtur që qeveria ka vendosur me nda ato pare, pasi që kanë me i kalu festat me sofrën plot. Ju nuk mundi më fol për hallet e tyre. Ju mundi më fol vetëm për hallet e milionerave. E dyta, po thonë që nuk e bojnë asnjë ndryshim. Normal që bojnë shumë ndryshim për mira, dhjetra e mira, qindra mira familje madje në Kosovë, por sa i përket zhvillimit ekonomik, zhvillimi ekonomik nuk ndodh vetëm millon pare e milionerave, pasi që është komplet hallka shoqërore që ndikon në atë zhvillim. O ka një kohë tjetër kur qeveritë e kalume ju jepshin pare vetëm milionerave edhe jo fëmijëve e pensionistave. Ndërsa sot ka ndryshuar kjo çështje. Ju jepet pare të gjithëve. Edhe sa i përket bizniseve, do të ndahen fiks 1 miliard euro gjatë 4 viteve të ardhshme për t'i garantu kredit e tyre në mënyrë që të kenë çështje në para. Mirë po, duhet nda edhe të tjerëve. Faleminderit.